Zëri i Amerikës në Shqip, kur heshtja zëvendëson historinë e kombit. Qindra histori, lajme dhe ngjarje që kanë shënjuar kombin shqiptar janë transmetuar nga këto zyra, po prej Marsit, Zëri i Amerikës në gjuhën shqipe nuk transmeton më. Vendi që ushqente me informacion dhe shpresë qindra shqiptar tani është boshtë dhe jeshtur. Ish gazetari i VOA Shaqi Salihu në një postim në Facebook tregoi vizitën për herë të fundit në këtë hapësirë historike. E ndjej se kam një farë detyrimi ndaj qindra mijë dëgjuesve të rregullt të Zërit të Amerikës në Shqipëri e posaçërisë në Kosovë, të cilët që nga mbyllja më 15 mars e këtij institucioni epokal informativ nuk dinë më për fatin e tij. Prandaj vendosa ta vizitoj për herë të fundit këtë ndërtesë historike në Washington, nga e cili janë transmetuar miliona orë lajmesh mbi 50 gjuha në mban botës. Transmetimet e VOA në Shqip nisën në New York, pikërisht atje gazetari Nelo Drizdari hapi shërbimin në gjuhën shqipe në maj të vitit 1943 gjatë luftës së dytë botërore, ndërsa në 13 maj 1951 Zëri i Amerikës filloi transmetimet në gjuhën shqipe në këtë ndërtesë që vizitova atje. Mendoj se mbyllja e kësaj dritare amerikane ndaj botës nuk është më pak se një çmenduri. Këtë vizitë ma mundsoi biri im Ilir Saliu, i cili është ftuar të vazhdoj punën këtu si teknik televiziv pas vendimit të administratës për të rifilluar transmetimet në persisht. Iliri thotë se së shpejti do të fillojnë edhe disa transmetime dhe radio në 3-4 gjuhë të tjera, por jo në shqip. Ai më tha me shaka se ishte i vetmi shqiptar që kishte mbetur aty. Me që kjo ndërtesë është tepër e madhe për kaq pak transmetime, Zëri i Amerikës ka gjetur një tjetër ndërtesë më të vogël në të cilën do të instalohen 2 ose 3 studio televizive dhe 2 ose 3 studio për transmetim në radio. Vizita në VOA e bëra sepse kam punuar 33 vjet një pjesë të madhe të jetës time. Emocionova shumë kur pash zyrën të dikushme, tashmë të zbrazët dhe të heshtur. Ndjeva një nostalgji të thellë kur pash vendin ku ulesha.